Luka 9, nëse jeni bashkë tek Luka, Vangjelli sipas Lukës, kapitulli 9, vargjet 28. Vangjelli sipas Lukës, kapitulli 9, vargjet 28. Të ndodhi që afërsisht 8 ditë pas këtyre fjalëve, si morë me vete Pjetrin, Gjonin dhe Jakobin, u ngjit në mal për të lutur. Dhe ndërsa po lutej, pamja e fytyrës së tij ndryshoi, dhe veshja e tij u bë e bardhë dhe e ndritshme. Dhe ja, 2 burra po bisedonin me të, dhe ata ishin Mojsiu dhe Elia, të cilët u shfaqën lavdi dhe i flisnin për largimin e tij nga kjo jetë, që do të kryhej në së shpejti në Jeruzalem. Por Pjetri dhe shokët e tij ishin të rënduar nga gjumi, po kur u zgjuan plotësisht, pan lavdinë e tij dhe ata 2 burra që qëndronin bashkë me të. Dhe ndodhi që ndërsa këta po ndaheshin prej tij, Pjetri tha Jezusit: "Mjeshtër, për ne është mirë që të rrim këtu. Le të bëjmë pra 3 çadra, një për ty, një për Mojsiun dhe një për Elian." Pa ditur ç'thoshte. Por ndërsa po fliste kështu, erdhi një re që mbuloi me hijen e vet dhe dishepujt i zuri frika dhe hyn në re. Dhe erdhi një zë nga reja duke thënë: "Ky është biri im i dashur, dëgjojeni." Ndërsa u bë ky zë, Jezusi u gjet vetëm. Ata heshtën dhe në ato ditë nuk i treguan kurrkujt asgjë nga ç'kishin parë. Kjo është fjala e Zotit për ne. Sot le ta mirëpresim atë si tillë. Tema që do flasim sot është shndërrimi. Shndërrimi i pamjes së Jezusit, jo shpërfytyrimi, se nuk është shpërfytyruar në kuptimin e keq, pra se mund të kuptohet në këtë kuptim. Shndërrimi i pamjes së Jezusit apo shfaqja, ndryshe shfaqja e lavdisë së tij, shfaqja e lavdisë së tij. Tani, secili prej nesh besoj ose mund të mendoni tani për pak minuta, mund t'i mbyllni syt ose me sy hapur, mendoni për disa ngjarje të jetës tonë, disa ngjarje apo ndolli apo në një diçka që ka ndodhur që shënjajnë, që ngelin mendje, që nuk të hiqet nga mendja, pra po themi shumë ngjarje, takime i kemi në kujtesën e fashkurtër, i harrojmë për mas ca kohësh, por janë disa ngjarje, janë disa evente, disa gjëra që na ngelen në mend përgjithmonë, ku diun, dita e parë e shkollës, ose dita e parë e universitetit, apo fejesa, dita e dasmës, kur lind fëmia i parë, ku diun, pra disa gjëra janë gjëra që nuk mund t'i harrosh kollaj, janë gjithmonë aty. Në fakt, një nga këto ngjarje të pashlyeshme është kjo që do shohim sot për 3 nga dishepujt e tij, për Pjetrin, Jakobin dhe Gjonin. E ta shohim pastaj pse. Pasazhi më lart, rrëfimi i Jezusit, pra vini re, këto 2 pasazhe janë si një pasazhe që pasqyrojnë apo reflektojnë apo tregojnë shumë për njëri tjetrën. Pra pasazhi më lart, rrëfimi i Jezusit si Mesia dhe ky sot janë si reflektim, pasqyrimi i njëri tjetrit. Të dyja këto pasazhe merren me identitetin e Jezusit. Kush është Jezusi? Vetëm se njëra e shikon ose flet nga këndvështrimi, flet për identitetin e Jezusit nga këndvështrimi i kësaj bote. Dhe tjetri flet për identitetin e Jezusit nga ana tjetër e velit, nga ana tjetër, nga bota tjetër, nga ana tjetër për te velit. Në pasazhin e parë, identiteti i Jezusit është diçka që njerëzit e kuptojnë gradualisht, dishepujt e kuptojnë gradualisht edhe nga përvoja. Në pasazhin e sotëm, ajo është diçka që ajo ashtu ka qenë gjithmonë. Ashtu ka qenë gjithmonë e njohur, kush është Jezusi dhe lavdia e tij dhe hyjnia e tij, kështu ka qenë gjithmonë e njohur nga ana tjetër e velit. Vdekja dhe ringjallja e tij nga këndvështrimi njerëzor duhen zbuluar dhe ngaherë është vështirë të rroken edhe vetë nga mendja njerëzore. Edhe e pam se si dukej kur Jezusi u tha dishepujve duhet shkojnë në Jeruzalem dhe atje do të arrestohem, kryqëzohem, vritem, vdes, ringjallem. Pjetri i thot, kur mos qoftë është diçka që është duket si një disfat, mendja njerëzore as nuk e kupton, duket si disfat. Pasazhi i sotëm e shohim që ajo është diçka, jo një disfat, por diçka e planifikuar prej përjetësisë. Dhe tani përmbushet dhe nuk shihet më si një disfat, nga ana tjetër e velit nuk shihet si disfat, por shihet si një fitore, si një triumf.
Jezusi e mbylli herën tjetër, vini re vargu 27, që unë nuk e preka herën tjetër shumë, edhe sot nuk do ndalem shumë, por teologët flasin shumë për këtë varg. Kur thotë që, pra vini re thotë në të vërtetë, po ju them se këto janë disa të pranishëm që nuk do të shohin vdekjen derisa të shohin mbretërinë e Perëndisë. Ka fjalën për çfarë, për cilën kohë, për kur është duke fol Jezusi. Çfarë është kjo ngjarje ku disa do të jenë gjallë, disa nga ata që po dëgjojnë, edhe kjo do të ndodhin. Tani teologët diskutojnë për këtë varg, disa thojnë nga konteksti imediat është duke folur pikërisht për këtë, disa nuk do të shohin shpërfytyrimin e Jezusit, lavdinë e Perëndisë pra e të Jezusit. Shumë të tjerë, jo, disa thojnë për vdekjen dhe ringjalljen e tij në Jeruzalem, disa thojnë për Pentakostin, ditën e Pentakostit, sepse te Mateu thotë pa parë mbretërinë e Perëndisë të ardhur në fuqi, dhe kur vjen fryma e shenjtë vjen në fuqi është për Pentakostin. Disa mendojnë që është për shkatrimin e tempullit në vitin 70. Gjithsesi historia sotme, pra mund të themi është duke folur për këtë. Një gjë e dim sigurt që si historia e sotme fillon dhe ndodh një javë apo 8 ditë, vini re 8 ditë më vonë pas kësaj thënie. Vini re që thotë 8 ditë pasi u tha këtë gjë, që sapo thash. Pasi u tha vargu 27, ndodhi kjo që do shohim sot. Ndaj edhe Luka thotë kjo ndodhi 8 ditë pra, fiks. Kur ai mori me vete Pjetrin dhe Gjon, Jakobin dhe Gjonin dhe u ngjit në mal për të lutur. E thash edhe herën tjetër dhe mund ta përsëris tani që kur Jezusi ngjitet në mal dhe merr kohë me atin për të lutur, diçka ndryshe apo diçka e madhe pritet të ndodh. Mani men u ngjit një herë në mal për të lutur gjatë gjithë natën dhe pastaj zbriti dhe zgjolli apostujt e tij. Herën tjetër gjithashtu u pam. Tani në këto 3 pika sot shpresoj jo shumë gjatë do ta shohim se si duket apo si kuptohet apo si shikohet kjo ngjarje. Në pjesën e parë do të shohim në vargjet 29 dhe 31 çfarë pan dishepujt. Çfarë pan dishepujt. Dhe ndodhi ndërsa po lutej, vini re thot fjala e Zotit, ndërsa po lutej pamja e fytyrës së tij u bë ndryshe apo u shndërrua. Fjala këtu që mund të përdor greqisht është metamorfoza, pra mori një shndërrua në një gjë tjetër. Si më thënë, jo një gjë tjetër e panjohshme, se Jezusi ishte, por mori një shndërrim apo një dukje tjetër. Dhe veshja e tij u bë e bardhë, e ndritshme. 2 detaje na vijnë për këtë gjë nga ungjilltarët e tjerë, Mateu dhe Marku. Mateu thot në 17:2 thot për fytyrën e tij, pra flet për Jezusin, se thot fytyra e tij u bë e ndritshme këtu. Thot Mateu jep një detaj, thot fytyra e tij rrezatoi si dielli në shkëlqimin e tij, pra imagjinoni nëse del një ditë kur dielli ose si më thënë borë, si më sigurisht në shkollë dhe shef me sy, pra prandaj ne majm sy se nuk mund ta shohim diellin me sy të lirë se ti sqarron syt. Thot fytyra e tij rrezatonte apo shkëlqente si dielli në fuqinë e tij dhe rrobat e tij u bën të bardha si drita, si shkëlqen dritë, si bjen drita, si depërton drita. Marku thot në 9:3 thot rrobat u bën shkëlqyeshme apo u bën të bardha, aq sa thot Marku, asnjë rrobalarës në tokë nuk mund t'i zbarte kështu, pra pa tmet, pa njoll, pa asnjë lloj hijet, pa pastërtijet, krejt pastër, krejt shndritshme, krejt bardh perfekte, bardha perfekte. Fytyra si dielli, shkëlqen rroba të bardha të ndritshme. Dritë qiellore, dritë hyjnore, bardhësi dhe pastërti. Tani në Bibël zakonisht drita, dhe nuk kam qejf të ndalemi shumë vargje, por mund t'ju them ca vargje, nëse dini te Mateu, tek veprat 9:3 Timoteu 6:10 flitet për drita lidhet, apo është shenjë e prezencës Perëndisë shejt kur takohet me njeriu, pra ai shkëlqen apo ndritshon apo vjen si me dritë pra. Ja pra këtu është një provë e dukshme e mallështisë, e pastërtisë në Jezusin. Edhe Gjoni, 1 e Gjonit 1:5, pjesa 2 thot Perëndia është dritë. Dhe në të, kush e din, nuk ka kur farë errësire. Pra Jezusi tani në këtë moment kur ai shndërrohet, fytyra e tij është si dielli. Rrobat e tij janë të bardha perfekte, bardha dhe drita perfekte, pa asnjë njolla gjë. Perëndia është dritë.
e në të nuk ka kur farë errësire. Dhjatën e vjetër në shohim tani këtu që fytyra e Jezusit shndrit si dielli. Tani nëse mund të mani me nëse ju kujtohet në dhjatën e vjetër, shohim edhe një person që fytyra e tij shndrit apo shkëlqen gjashëm si këtu, po të lexojmë atje tek Eksodi 34, 29 deri në 35, thuhet, po i frazoj që mos të marrin shumë kohë, mund ta çoni vetë atje, thotë por që Mojsiu po zbret nga mali me pllakat që Perëndia i ka shkruar. Për shkak se kishte qenë në prezencën e Perëndis, ballafaqjas, fytyrë për fytyrë me Perëndin, fytyra e Mojsiu të shndrit, fytyra reflekton, drejtshon, shkëlqen. Kur Mojsiu pra zbret nga mali, me shkak të ishte pra fytyra e tij rrezëllën. Sa Aroni dhe të tjerët, po të lexoj atje të Aroni dhe të tjerët, thotë kishin frikë, kishin ndroj prej tij me pa në sy, thotë dhe ai vendosin një vel, vendosin një perde, si një perçë, një gjapra, një shami në fytyrë. Pra intensiteti, duke qëndruar fytyrë për fytyrë me Perëndin, ai shkëlqen, pra intensiteti dhe koha dhe ballafaqësimit me Perëndin e bënte që fytyra e tij të rrezëllente apo të reflektonte lavdin hyjnore të Perëndis. Paka shumë me thanë me shembuj tjerë, si Hana reflekton, nuk ka dritë në vetvete, nuk shkëlqen, nuk ka dritë në vetvete, por reflekton çfarë? Dritën e diellit. Dritën e diellit, pasqyron dhe reflekton, shkëlqen dritën jo të vetën, të diellit. Mojsiu jo të vetën, por të Perëndis. Në këtë rast, shkëlqimi i fytyrës së Jezusit nuk ishte reflektim. Jezusi është duke u lutur Atit, por nuk i shfaqet Ati, i shfaqet Mojsiu dhe Elia, dhe nuk është duke reflektuar dritën e Atit, është duke nxjerrë dritën e tij, është duke shkëlqyer dritën e tij. Ata pan dritën e Jezusit. Pra, këtu nuk është një reflektim, por lavdi hyjnore e vetë Jezu Krishtit që po shkëlqen. Ata pan natyrën hyjnore të përjetshme që biri kishte prej fillimit kohrave tu shfaqej atyre. Aq shumë shkëlqeu fytyra e Jezusit, aq shumë ishte hyjnia, pra hyjnia e tij ishte e dukshme, pra Jezusi në këtë botë erdhi duke mëshiruar natyrën njerëzore dhe shfaqet si njeri, por në këtë moment ai duket sikur e ka përcen velin dhe është duke na shfaqur hyjninë e tij, natyrën e tij hyjnore. Dhe ata pa një gjallë që kur në jetën e tyre nuk e kishin parë, u shastisen, u shokuan, u goditën, të ballafaqohet një njeri mëkatar me shenjtrinë, me ndriçimin, me shkëlqimin e Perëndis. Sa ju ngulit atyre fort në mendje, aq fort. Sa më vonë Pietri edhe Gjoni, Pietri në letrën e tij, por edhe tek Marku, sepse ne e dimë që u diktua prej Pietrit, por edhe vetë Gjoni flasin pikërisht për këtë event. Gjoni e hapun zgjidhjen e tij në kapitullin e parë, duke thënë fjala e tij, në fillim ishte fjala e tjerë, pastaj thotë ka një varg thotë ai fjala, Krishti, fjala ishte drita e vërtetë që ndriçon çdo njeri kur vjen në botë, dhe pastaj vazhdon të thotë dhe në vargun 14 ja çfarë thotë Gjoni. Në nxjidhjen e tij, në hapin në nxjidhjen e tij. Dhe fjala u bë mish, fjala, drita, hyjnia. Dhe fjala u bë mish dhe ndenjë ndër ne. Që ndrojnë ne, ose bani shtëpi, bani kasollën ndër ne, jetojnë ndër ne, dhe ne sot ditëm lavdinë e tij si lavdia të vetëm lindurit nga Ati plot hir e të vërtet. Ne sot ditëm lavdinë e tij me sytë tanë si lavdia të vetëm lindurit, njëri që vjen prej Perëndis, njëri që është hyjni, vetëm lindur nga Ati, plot hir e të vërtet. Gjithashtu Pietri e kishte ashtë ngulitur këtë në mendje, sa në letrën e tij ai thot, sepse nuk ju bëm të njohur fuqinë dhe ardhjen e Zotit ton Jezu Krisht duke ndjekur prallat sajuara. Nuk po flasim pralla e mendime njerëzore apo me mjeshtri, por u bëm dëshmitar okular. E pa me sy tan, dëshmitar okular është si e shef realisht atë ndollin ngjarjen në vend, ndolje. Okular të mallështisë ti.
sepse ai mori nder dhe lavdi nga Perëndia, mori nder dhe lavdi nga Perëndia atë kur i erdhi një zë i tillë nga lavdia e madhërishme, ky është biri i dashur në të cilin unë gjeta pëlqim, u kënaqa. Dëgjoni. Pra, dhe vazhdon 18, dhe ne dëgjuam këtë zë, thot Pietri, që vinte nga qielli kur bëm bashkë me të në malin e shenjtë. Pra duke fol pikërisht për këtë ngjarje. Kur ishim në malin e shenjtë, dëgjuam, e pam me sytan dhe dëgjuam audio, zërin e Perëndisë nga qielli. Duke thënë këtë. Në fakt Hebrejt 1:3 fillimi thot, a është shkëlqimi, Jezusi është shkëlqimi i lavdisë ti, shkëlqimi i lavdisë ti. S'di si më e thon këtë shkëlqimi i lavdisë ti. Pra, merre krejt lavdinë e Perëndisë. Merre krejt lavdinë e Perëndisë. Për mblidhe e nxjerr esencën më të mirë në shkëlqimit ti. Ai është shkëlqimi, ndriçimi, e diamanti i gjithë lavdisë ti. Dhe vula e qenjes ti, vula e qenjes ti, thelbi i qenjes Perëndisë. Dhe pam dy burra që po bisetonin me të. Tani mund të theni këtu, mund të pyes dikush pse Mojsiu dhe Elia, dhe jo Isaia dhe Danieli. Danieli ishte profetimet, Isaia apo Jozefi apo dikush tjetër. Mojsiu ishte ligjvënësi i madh, ai themeluesi i ligjit, pra ligjvënësi i madh, dhe ishte përfaqësues, kurse Elia ishte përfaqësuesi i profetëve. Ai ishte profeti i parë dhe i madh dhe përfaqësuesi i tyre. Ligji dhe profetët gjithmonë kur thot Jezusi, kur realizohet e vepra, thot siç thon ligji, kur predikojnë thot siç thon ligji, do vinë Krisht, do vinë Mesia, siç thon ligji dhe profetët. Dhe pikërisht ligjin e përfaqëson më së miri Mojsiu dhe profetit i përfaqëson më së miri Elia. Të dy këta e takuan gjithashtu Perëndin në mal, kur ju shfaq në mënyrë të mrekullueshme. E dim historinë e Mojsiut se ju shfaq atij në mal edhe kur ju shfaq, por edhe kur mori urrërimet edhe ju la ligji e me radhë. E gjithashtu e njohim Elian, pra ai e themeloi ligjin, por gjithashtu e njohim Elian që e ktheu apo e solli popullin e Perëndisë nga perënditë rreme tek Perëndia i vërtetë. Kur u ballafaqua me profetët e Baalit e me radhë dhe i ktheu prap njerëzit e Perëndisë tek ajo që kishte vendosur Mojsiu. E ktheu nga idhujt. Ai e vendosi, e themeloi ligji, ky e rivendosi apo e riktheu. Gjithashtu vdekja e tyre ishte shumë interesante, ju e dini. Mojsiu vdiq jashtë tokës premtuar, populli hyri dhe nuk ishte dikush ta varroste dhe thot Perëndia e varrosi vetë Mojsiun. Gjithashtu e dimë për Elian që u mor me një qerre të zjarrt në qiell prej Perëndisë. Mojsiu gjithashtu edhe pse ndërmjetësi beslidhjes vjetër, nuk u lejua të hynte në tokën e premtuar, por tani 100 vjet më vonë, ai është vini re interesante është që Perëndia e lejon në këtë shfaqje ose kthim ose ardhje në botën tonë të jetë në tokën e premtuar me Jezusin. Bashkë me Elian. Dhe ata u shkputën për një moment nga lavdia e përjetshme e atin qiell, ku qëndrojnë ditë e natë, e të vinë në tokë e ta shohin lavdin e shfaqur të birit Perëndisë. Shumë interesante. Vini re vargu 31 thot u shfaqën lavdi, erdhën lavdi, u shfaqën lavdi dhe flisnin me Jezusin. Tani pyetja është, çfarë është tema e bisedës tyre? Qofse Perëndia i sjell të dy figura nga përjetësia, nga përtej veli dhe i fut në botën tonë për takuar edhe për të parë lavdin e birit ti të manifestuar, çfarë do të jetë tema e bisedës tyre? Përndeshin Angli-Shqipëri besoj ose diçka e tillë ngjashme me këtë. Luka na thot dhe i flisnin atij Jezusit për largimin e tij nga kjo botë, për kalimin. Fjala këtu largimi apo kalimi është fjala eksodin. Për eksodin. Çfarë më kujton fjala eksodi, për kalimi, eksodi. Për kalimi apo eksodin nga kjo jetë. Edhe vjen që thotë do të kryhej së shpejti në Jeruzalem.
Pra është duke thënë, duke folur pikërisht për atë që u ka thënë Jezusi në pasazhin më lart, që unë duhet shkoj në Jeruzalem, do të arrestohem atje, do të vdes, do të varrosem e do të ringjallem në Jeruzalem. Edhe ky thotë, po i flet atyre për kalimin. Për atë çfarë ndodh aty në Jeruzalem që sapo ja u ka thënë më sipër, një javë përpara dishepujve. 8 ditë më parë Jezusi u dha lajmin dishepujve që ai po ngjitet në Jeruzalem. E atje do të ndodhin gjitha këto që thash. Por për ata, për dishepujt u tronditën nga kjo. Ata e kam shpjeguar herën tjetër, prishin një mesia tjetër, politik, një shpëtimtar, një shlirimtar. Dhe kjo u tronditën dhe ju duke një pengesë për rrugën dhe për shpresat e tyre për mesian që ata mendonin. Por ata tani po fillojnë të zbulojnë që kjo nuk ishte një lojë apo një lajthitje e çastit nga Jezusi. A din ku ti tha Jezusi, bani ditë si hero, kam shku, a din si bëjmë ne ka njerëzit fort, kështu që kanë kështu thotë, do shkoj njëri do i rraf krejt, a din, rraf kërkan, po ata mendojnë që do shkoj do vdesë do rinjë, ne mund ta, Jezus, dani marrë ato mohabete tash. Ata mund mendonin se është një, po kjo nuk është një lajthitje e çastit nga Jezusi, që dukej apo që duke e tilla, apo duhet korrigjohej nga Pietri, më mend që Pietri fillon e korrigjon, s'duhet ndodh kjo Jezus. Por ata zbulojnë gradualisht, zbulojnë dishtet gradualisht, që ajo është një sakrificë e paranjohur, që para themelimit botës, e folur dhe e parathën nga ligjet dhe nga profetet, nga këta dy burrat, e burrat tjerë. Dhe tani do të përmbushen nga Jezusi me qëllim arritin apo përmbushjen e gjithë shkaje, çfarë ishte planifikuar prej Perëndis nga përjetësia. Kjo bisedë e tyre ishte në lidhje apo me kalimin, pra me eksodin e Krishtit në Jeruzalem. Ai do të zbriste nga lavdia tani, nga mali Hermon, nga lavdia që është manifestuar, që do të zbriste e do të shkonte në poshtrim, do të shkonte në vdekje, do të shkonte në kryq. Fjala eksod këtu pra na kujton lirimin e madh apo çlirimin e madh nga Perëndia nën udhëheqjen e Mojsiut, popullit i tij. Por ata shpëtuan nga slllavëria e Egjiptit. Po eksodi nuk qej plot. Eksodi nuk qej plot, kalimi nuk qej plot. Ishte fizik. Në porosinë e Pashkës parë, kur Pashka e parë ndodhi, Perëndia u dha udhëzime të qarta. Merrni një qenë të patmet. E flijoni një për familje. E me gjakun e tij lyni shtalkat edhe portiket e dyrëve. Kur të vinë angjëlli i vdekjes të kaloj përtej. Dhe mos t'ju vrasë, pastaj përmes kësaj ti kaloj, ti heq prej nga sllavaria e Egjiptit, ti kaloj në tokën e premtuar. Por ja, qengji i vërtet nuk ishte qengji i parë i Pashkës. Qengji i vërtet është qengji i Perëndis. Qengji i Perëndis që po shkon në Jeruzalem në Pashkën e dytë. Në Pashkën e dytë, qengji biri i Perëndis do të flijohej këtë herë për popullin e tij. Do ta shlironte, do ta shpëtonte përjetësisht e për herë nga sllavaria e mëkatit dhe vdekjes. Nga sllavaria e mëkatit dhe e vdekjes. Në fakt, Pietri kam dëshirë ta lexoj këtë varg nga një e Pietrit se thot 1 Pietrit 1:18 19 thot, duke e ditur se jo man gjëra që prishën, si argjendi ose si ari jeni të shpenguar nga sjellja e kot e dorëzurit nga etrit, por vjen e 19, por man të gjakut, si jemi çliruar, si jemi shpëtuar, si kemi kaluar, por man të gjakut çmuar të Krishtit, si të qengjit patmet e të panjoll. Gjakun e Krishtit, qengjit Perëndis, panmet e të panjoll jemi shpëtuar. Në fakt, me këtë emër, si qengji i Perëndis, që jemi shpëtuar, qengji i vërtet i Pashkës, e Pashka vërtet. Në fakt, me këtë emër, Jezusi do të kujtohej, do të mbahet mend, ai ka shumë tituj, po një nga titujt që përmendet atij, përmendet edhe Luan Judet, po kur shkojmë tek zbulesa 5:8-12, nuk do kemi kohë ta lexojmë, por thot atje gjithë qenjet, gjithë pleqtet, gjithë shka thot vinë thot përpara qengjit.
Shëngjit Perëndis pa njollë që u flijua për ne me rrallë e hellin kuror, për atij do kujtohej gjithmonë si shëngji Perëndis që fitoi, si luani Judës, por si shëngji Perëndis që fitoi për ne. Kjo është ajo çfarë pan dishepujt. Pjesën e dytë është çfarë than. Jo vetëm çfarë pan. Çfarë than dishepujt? Këtu flet Pietri, por Pietri e dini ju që flet si prezantues, edhe herën tjetër foli në emër dishepujt dhe këtu flet edhe ky në emër shokëve të tij. Pietri dhe dy shokët e tij thot atje të rënduar nga gjumi, me gjas ishte natë kur filloi Jezusi mu lutë, duke zbar dita se vini re, po shikoni më poshtë tek vargu 37 që dëshojmë herë tjetër ndodhi që të nesmën kur ata zbritën nga mali, kanë zbritur mëngjes nga mali, pra nesmën kur zbritën nga mali, i doli një turn para, ndërkohë që nëse kanë zbritur mëngjes, do thotë që kanë qenë natën atje, duke u lut. S'kan mujt me nejt, Jezusi është duke lut ta natën me gjas, i ka loll, është duke dal drita. Kur ju hapen syt taman, edhe plotësisht të panë lavdinë e tij dhe ata dy burra që qëndronin me të. Vini në vargun 33 dhe ndërsa e panë se po vinte koha të largu, pra Pietri dhe dishepujt e tij janë duke parë, duke studitur shkëlqimin e Jezusit, bisedën me Mojsiun dhe me Elian dhe janë duke u mahnitur dhe pastaj janë duke u larguar, duke u venitur ata, duke u larguar prapë, duke kaluar velën me kaluna, ndërkohë që pa e shohin që erdhi koha që ata largohen anej e Jezusi kthehet hyn prapë kënej. Pietri mendoi ta mbajë ta zgjas këtë eksperiencë. Tash mani me një eksperiencë ku e kanë gjëra të bukur, ndaj datë më thonë, mos marrojnë kurrë, atë kitë zgjat edhe një orë, atë rrim këtu mos, pra don që mos marrojnë kjo gjë e bukur, aq e bukur ishte, aq e lavdishme ishte. E Pietri nuk don që kjo eksperiencë të mbaroj. E Pjetër, vaj, si Pjetër, propozoi, kishte një propozim për Jezusin, me dhanë disa ide Jezusit edhe herën tjetër, pam që kishte ide, vjen prapë me ide tjetër, me një propozim të ri. Mjeshtër, për ne është mirë të rrim këtu. Për ne është mirë të rrim këtu, për ata tjerë, le të vdesin ata tjerë, problema. Për ne, na tre këtu, ju tre, na tre, ta bojmë i ekip këtu të knasna, pa tjerë, le të vdesin. Për ne është mirë të rrim këtu. A njeh në njëri ti, që ka hall me rregullu punë të veta, për mua është shumë interesant, për mua mirë ishte. Për tjerë, për ty. E sheh çfarë është mirë për veten, por nuk sheh mirë çfarë është për të tjerë. Tjerët le të bëjmë 3 çadra, 3 tenda, 3 kaçorra. Një për ty, një për Mojsiun, e një për Elian. Eksperienca që e matniqme, por Pietri thot, Luka s'din që thot. Eksperienca e bukur, qa ka pa është bukur. Qa thot, më zë ma keq. Qa ka pa mirë, qa thot, ma mirë mos fliste. Nuk din qa po thot Pietri. Nuk është hera parë që Pietri nuk din qa po thot, dhe ma sigur s'ka di qa me thonë, ka me pasë dhe do herë tjera, si s'ka me di qa me thonë prap. Aje ka gabim. Për disa arsye. Jo vetëm si po sheh punën e vet, e para herë do pa punën e vet, po deri aty u kënaq. O sa bukur, le të rrimë të kënaqna, të vazhdojmë të kënaqna prapë na. Egoist, shohim punë të kënaqna ndaj herë, po jo vetëm për këtë, kjo është gjëja më e vogël që mund shohim. E dyta pak më e madhe se kjo, e para për vetë, pak më e dyta që e fut Jezusin dhe nuk bën dallim. Ndërsa po dhe i vendos, pra nuk bën dallim, dhe i vendos të gjitha figurat në një nivel. Pietri thot, si Jezusi, njësoj si Mojsiu, si Elia. Po, nuk ishin të shkëlqyer ata dy. Nuk ishin të shkëlqyer vetëm ky zotnia, ishte të shkëlqyer, po nëse i vjen edhe këta në nuk bën dallim. Po ma e randa, mbi këto besoj ju e keni kuptuar tashmë, po të bëjnë si thonte Pietri. Kishin bë do tenta mu kënaq Pietri dhe për këta tre mirë respektues, ato më duhet mirë respektu këta, hajde të respektojmë. Do të kishte penguar apo vonuar largimin e tij
apo eksodin e tij, apo kalimin e tij, apo sakrifikimin e tij në Jeruzalem. Që ishte planifikuar që nga përjetësia qohet Pietri me i dal edhe me ndryshu, apo me zgjat, apo me vënu planin e përjetshëm Perëndis, për cilin kishte ardhur koha, siç thot Galatasit, kur u mbush koha, biri i Perëndis erdhi i lindur prej gruajit të Galatasit, kur u mbush koha e caktuar, erdhi edhe ka ardhur koha. Ishte pjesë e planit që pasi të bisedoi dy burrat largohen, ky ishte plani në qiell, dhe Jezusi zbret dhe shkon në kryq, pa cilin askush nuk do të shkojë në qiell. Këta dojnë me net në lavdi, janë duke parë, do ecin në qiell, ka ecin në parajs, Jezusi në lavdi ecin në parajs. Këta dojnë me majt parajs, dhe të trimit në parajs. Po nuk e kuptojnë që dojnë me net në këtë lavdi të Jezusit, që pa Jezusi pa shkuar poshtrimin e tij, nuk do të shkojnë në lavdi e tij, edhe po shkojë Jezusi në poshtrimin e tij, as ata nuk mund të shkojnë në lavdin e Perëndis. S'ka marrë vesh gjë hiç. Pietri do ta mande këtë moment lavdije për gjithmonë, por ai nuk e dinte se do të shkonte, do ta humbiste lavdin për gjithmonë. Se ose Krishti nuk do të shkonte në kryq. Çfarë pa dishepujt? Çfarë thanë dishepujt? Tani do shohim çfarë dëgjuan dishepujt. Çfarë dëgjuan, çfarë është tamam që duhet ata me dëgju. Çfarë doni dëgjojnë? Qa kena shef me dëgju edhe ne? Pietrin apo Perëndin? Vini e çfarë thot vargu tjetër. Por ndërsa po fliste, s'ka marrua la Pietri. Pietri të dhani dete vija, të vazhdu me planin. Leta, ku ta këmullim qatën? Këtu ditë, për Jezusin, në cep që tu, të i bjen djeli. Po, këtu, me të i pak magdej, atë mos e luj ma. Ndërkohë që atë fol Pietri, nuk është duke thanë këtë popje, ndërkohë që Pietri është duke fol, le të bajmë çadrat. Duke fol me zanë e tij, duke i treguar Jezusit se çfarë të bajmë me çadrat e si tek e qysh. Gjëna tjetër noll për i qiell, flet dikush tjetër, e thot ç'a duhet me bë. Sa Pietri është duke u marrë me punë të veta dhe sugjeronte Jezusit ta dëgjonte, erdhi një re. Erdhi një re që e mbuloi me hijen e vet dhe dishepujt i zuri frika kur hyn, kur u përfshin, kur i mbështjelli reja, kur zbriti reja. Përsëri, siç edhe me dritën, siç folëm në fillim, kur shohim këtë shkëlqim, këtë dritë, është prezenca e Perëndis. Ju e dini shumë mirë, kur shfaqet reja në dhjatën e vjetër, është Perëndia atje. Ishte reja që e mbuloi e rrethoi malin Sinai, kur Perëndia ju foli atje. Ishte reja që e mbushi dhe ul në tabernakullin e parë. Ishte reja që ju lhoqi ata ditën e natën, drita dhe reja gjatë shkretirës. Ishte reja që e mbushi tempullin e Solomonit, kur thëmë ishte reja, ishte reja, ishte reja. Reja ishte shoqëruese e popullit. Reja dhe drita Shekina. Dhe një za erdhi nga reja. Reja, përmendet disa herë atje. Një za erdhi nga reja duke thënë, ky është biri im i dashur. Dëgjojeni. Jo Pietrin. Ky është biri im i dashur. Dëgjojeni. Në pakëzimin e tij ne dëgjuam një zë nga qielli. Por ka një ndryshim, thot Mail, një autor bën sa ndryshime interesante. Tek e para thot, në pakëzimin e tij tek e para, zëri është duke i folur Jezusit, është duke konfirmuar Jezusin, është duke i folur Jezusit dhe për marrëdhënien e tij me Atin. E i thot, ti je birim, ti je ndidhe me mua, ti je birim i dashur. Në dytën i flet dishepujve për marrëdhënien e tyre me Jezusin. Është flet për marrëdhënien që duhet të kenë ata me Jezusin. Në të parën thot, ti je birim, në dytën thot, ky është birim. Jo tregu këty, nëse unë e di edhe ai e din. Jo tregoj ju që ky është biri im i dashur. Atë duhet me dëgju. Dëgjojeni.
Në të parën Jezusi u sigurua për shërbesën e tij, në dytën në mal dishepujt u mësuan apo u korrektuan se kishin gabim. Pietri kur nuk do ta harronte këtë mësim e zërin që kumboi nga qielli. Duke shkruar në letrën e tij që e lexuam, kur dëgjuam zërin nga qielli, në malin ku ishim me të, duke thënë, ky është biri im. Kur s'do t'i hiqe imama për mendje, se mori mësimin Pietri. 3 gjana që thuhen këtu shkurt, thotë, ky është biri im. Duke folur këtu për identitetin, për qenjen e tij, në natyrën e tij hyjnore. Jezu Krishti është biri i Perëndis. Është një me Atin, të njëjtës qenje. Në Bibël, në Dhjetën e Vjetër, asnjë personit Perëndia nuk i ka thënë ti je biri im. E gjen duke i thënë Izraelit, në kuptimin figurativ, Izraeli është biri im, i dashur i zgjedhur, pra si komb. Por një person në kuptimin identitar të natyrës, vetëm Jezu Krishti është biri i Perëndis, i njëjtë në natyrë me Atin, qenjësi me Atin. E para është duke folur për natyrën e tij. E dyta atje i dashur në fakt në origjinal është i zgjedhur, ky është biri im, i zgjedhur, i caktuar për këtë punë, i zgjedhuri. Ai është caktuar prej fillimit të kohës që të jetë shërbëtori i Zotit, që të shkojë në kryq, duke folur për personin e tij dhe për natyrën e tij njerëzore. Jo vetëm ai është biri im i njëjtë në qenë me mua, por është i caktuar që të vinë, i zgjedhur që të vinë në tokë e të vdes për mëkatet tona. Ai është gjithashtu njeri dhe për që është bën njeri me këtë qëllim që të shkojnë në kryq e të fitojë këtë shpëtim të lavdishëm për ne. Ai edhe pse hyni u bë njeri, e në kohën e caktuar hyri në botë. Kam dëshirë dhe herë t'i kthehem Pietrit, se Pietrin e ka goditur kjo historia. Tek 1 Pietri 1:19-20 thotë, por më anë të gjakut çmuar të Krishtit si qenë patmetet pa njolli lexova, të paranjohur, vjen re çfarë thotë Pietri, të paranjohur përpara krijimit të botës. I paranjohur para krijimit të botës ai është biri i Perëndis hyjni, por ta shfaqur në kohën e fundit për ju, për të ardhur si njeri, si i zgjedhur në kohën e fundit për ju, si njeri, si biri i Perëndis. Ai është person, Jezu Krishti hyri në histori apo hyri në kohë, si biri i Perëndis, si person. Dhe e treta është urdhri. Nuk e di çfarë duhet me ditë më shumë për Jezusin ju që me dëgju Jezusin. I njëjtë qenësi me Atin, biri i Perëndis, një hyjni Perëndi. Në njëjtën kohë shpëtimtar, shërbëtor, i caktuar për Perëndis të vinë në botë, të bëhet si ne, por pa mëkatuar për të vdekur për ne që të na japë shpëtimin. Na kalojë në lavdinë e tij të përjetshme. Nëse ai është Perëndi hyjni i përsosur, e njeri i pa mëkat të njëjtën mënyrë që përfaqëson ne, këtë tjetër duhet dëgjojmë ma shumë ti. Çfarë duhet bëjnë? Dëgjojeni. Pietri dështë bëj çadra për të. Por Zoti thot, s'ke nevojë të bësh gjë qielli, Ati nga qielli, Zoti thot, nuk ke nevojë të bësh gjë për të. Vetëm një gjë që mund të bësh për të, e ka bërë gjithçka për ne. Vetëm një gjë që mund të bëjmë për të është për ta dëgjuar. Pietri do më bë vepra, thot, me që Jezusi është kaq i lavdishëm, e kaq i ndritshëm me siu. Le ti bëjmë këtë çadër, aty shërbejmë, ata të rrinin çadra, naty ju si rreth rrodhë. Dën çaj Jezus, çadër, ata bie kafe. Le ti shërbejmë aty, ti bëjmë një gjë për Jezusin. Zëri nga qielli thot, nuk ke nevojë as me bë asnjë gjë për Jezusin në veçantë kur nuk e dëgjon. Ai ka bërë gjithçka për ne. Ai ka shkuar në qiell, thotë dëgjoni, po shkoj në qiell që të bëj banesa për ju, ai po ai ka bërë përgatit çadra për ne në qiell, s'ka nevojë mi bë çadra në këtu në tokë. Ai ka shkuar në qiell për ne dhe ka përgatitur çadra për ne, shtëpi për ne, e vend për ne që të shkojmë atje. S'kemi nevojë të bëjmë diçka për të. Këtu ai ka bërë gjithçka për ne, kemi nevojë
vetëm ta dëgjojmë e t'i bindemi atij, vetëm ta dëgjojmë e t'i bindemi atij. E pastaj Jezusi thot, ata u larguan, Jezusi u gjeti vetëm. Ata u larguan sepse nuk ishte qëllimi apo vëmendja tek ata. Mesiu ishte ligjvansi, ligji dhe profetët, ata kishin shtruar rrugën, ashtu si Gjon Pakzori kur erdhi përpara tij, kishin shtruar rrugën. Që biri i Perëndis vitin në botë. Tani ai ka ardhur, ata duhet largohen sepse shpëtimi i botës vjen vetëm prej Krishtit. Jo prej ligjit dhe prej profetëve, vetëm prej Krishtit, ata largohen dhe ai është i vetëm. Dhe Krishti qëndron atje si shërptori i Perëndis tash dhe drejton syt drejt Jeruzalemit për shkuar për të vdekur për ne. Pyetja që duhet ngrejmë sot për veten tonë, vëllezër e motra, është: a e ke Krishtin? A e ke Krishtin? Kur Krishti flet, a e dëgjojmë? Sepse zëri nga qielli, zëri nga reja, porosia vetme që ka Ati për ne, nuk ashtu të bëni këtë për Jezusin, shkoni bëni këtë për Jezusin, rregulloni këtë për Jezusin, shërbeni këtë Jezusin, rregulloni atë. E vetëm një porosi që ka me Ati prej qiellit për ne është dëgjojeni. Dëgjojeni. Ndaj kur Jezusi thot, eja tek unë, ju të lodhur e të munduar, a e dëgjojmë ne, a shkojmë tek ai me besim? Kur Jezusi thot, besonin mua, besonin Atin, besoni edhe në mua, a e dëgjojmë dhe i bindemi dhe i besojmë të. Kur ai thot mbështeteni në mua, lëshoni jetën time tek unë, pendoni dhe besoni në mua. Arsyeja pse e them këtë të fundit është sepse shiko, Arsi Sproul e mbyll bukur ai i gjen do shumë heq petullën, si themi ne. Ai thot në fillim thot, nëse do kishte një ngjarje, thot edhe do kisha pas qef me pa kryqëzimin e Jezusit, ringjalljen e Jezusit, ngjitjen e Jezusit në qiell, ti thot po më shumë se asnjë gjë tjetër, thot nuk e di pse thot do kisha pas qef me pa këtë ngjarje, thot, me pa Jezusin në tokë duke shndritur lavdinë hyjnore të Jezu Krishtit, siç e pan dishepujt. Thot po s'kam qenë atje, thot e kam humbur këtë mundësi, e kam humbur këtë rast. Ai thot, pendoni dhe besoni që mos hupni rastin e dytë për ta pa atë në lavdi. Do kena një mundësi tjetër me shku prapë me e pa në lavdinë e tij në qiell. Vetëm nëse pendohemi dhe besojmë të. E kam humb shansin e parë. E mos ta humbim shansin e dytë. Kur thot ai pendoni dhe besoni vetëm mua, se kush beson mua ka jetë përjetshme. Dëgjoni, besoni. Jeni aty tek ai sot me besim. E të bashkohemi me të, e ta shohim atë në lavdinë e përjetshme. E përjetë, jo vetëm për një moment si e pon ata, por përjetë, vazhdimisht, deri në përjetësinë e pafundme. Le të lutemi bashkë. O Atë, falenderojmë për mirësinë tënde, për fjalën tënde që është e bukur, e mirë dhe e pagabueshme. Falenderojmë për shpëtimtarin Krishtin që e solle në botë. Nga përjetësia, prej mirësisë e planit tënd, por ne që na kishën mendje, e solle Krishtin birin tënd, lindur prej gruajet, që jetoi një jetë shenjtë, që vdiq për ne në kryq, u vendos në varr, u ringjall ditën e tretë, e u ngjit në lavdi që ndron në djatën tënde. Preki zemrat tona sot, hapi sytë tanë, që të mund besojmë Jezusin, e të bashkohemi të në lavdi për jetë. Amen.